në këto ditë është dita e Arafatit, e cila është ditë shumë e madhe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë ditë në të cilën Allahu liron më shumë njerëz prej zjarri. Nuk ka asnjë ditë në të cilën Allahu i amneston faktikisht prej zjarrit të xhehenemit më shumë njerëz se sa në ditën e Arafatit. Ditën e Arafatit Allahu fal më shumë njerëz se në çdo ditë tjetër brenda vitit. Dhe i thot, ju jeni të siguruar prej zjarrit të xhehenemit. Më shumë njerëz se çdo ditë tjetër. Pra falje pas të cilës më nuk ka dënim. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, këtë ditë Allahu subhanahu wa taala krenohet para melekëve të tij, para engjëjve, me ata të cilët qëndrojnë në Arafat. Kurse ata të cilët nuk janë në Arafat, nuk janë haxhi, s'kan pas mundësi që atë vjet të shkojnë në haxh, duhet që të agjirojnë atë ditë. Duhet që atë ditë të agjirojnë. Kuptohet, nuk është farz, nuk është obligim, po është vepër e pëlqyer. Është shumë mirë që të agjirojnë atë ditë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, agjërimi i ditës së Arafatit i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe mëkatet e ditëve që kanë ngelur prej këtij viti. Me thonë, vitit kaluar dhe ditët që kanë ngelur deri në fund këtij vitit i shlyen pra agjërimi i ditës së Arafatit.